Specialistë e këtojë të qarkullimit rrugor arrestuan shtetasin SM 55 vjeç banues në Shkodër pasi me motomjetin e modifikuar dhe pa targa që drejtonte ka aksidentuar shtetasin ED 71 vjeçe këmbësore dhe është larguar. Shtetesja ED ndodhet në spital në kujdesin e mjekëve. Gjithashtu specialistë e këtojë të qarkullimit rrugor referuan dalë në prokurori ku nisi procedimi penal për shtetasit GP 23 vjeç banues në fshatin Bushat pasi duke drejtuar automjetin ka aksidentuar lehtë shtetasit BS 30 vjeç dhe AC 25 vjeçe këmbësor. GR 53 vjeç banues në Shkodër pasi duke drejtuar automjetin dyshohet se ka humbur kontrollin dhe sipas automjeti ka dalë nga rruga. Nga aksidenti është dëmtuar lehtë pasagjeri shtetasi FS 50 vjeç. Shërbimi i DVK-m Shkodër referuan dalë në prokurori ku nisi procedimi në gjendje libre për shtetasin AP 35 vjeç banues në Durrës për veprim penale falsifikimi letër njoftimeve i pasaportave ose i vizave, pasi gjatë kontrollit në automjet ju gjet një kartë identiteti greke me detajet e tij, e cila dyshohet se është e falsifikuar. Specialistë për hetimin e krimeve të postë policisë Tajet referuan dalë në prokurori dhe shpallën në kërkim shtetasin MB 55 vjeç pasi dyshohet se ka ndërtuar një objekt me konstruksion metalik pa lejen përkatëse. Specialistët për hetimin e krimeve të Komisariatit të Policisë Shkodër kanë referuar dalë në prokurori ku nisë procedimi penal për shtetasit AM 70 vjeç banues në Shkodër për veprim penale marrëdhënie seksuale ose homoseksuale në vende publike, pasi dyshohet se në muajin korrekt të vitit 2025 ka kryer marrëdhënie seksuale në ambient publik me shtetasin MG 63 vjeç, e cila u procedua penalisht për veprim penale prostitucioni. Për këtë rast shtëpinë e policisë kanë bashkëpunuar me gazetarët në emision investigativ fiksfare dhe policinë bashkiake Shkodër. Qere 50 vjeç pasi në kontrollet e kryer në bashkëpunim me shërbimet e OSHE-s në banesën e tij u konstatuar lidhje pa ligjshme me energjinë elektrike. Gjithashtu specialistë për hetimin e krimeve të Komisariatit të Policisë Shkodër kanë referuar dalë në prokurori për rastin e poshtme. Dje në spitalin rajonal Shkodër është paraqitur në gjendje të rëndë shëndetësore shtetësia Vesa 27 vjeçe, e cila dyshohet se është vethelmuar duke konsumuar medikamente mjekësore. 27 vjeçaria ndodhet në spital jashtë rrezikut për jetën, po dje ka gazuar shtetësia KL 40 vjeçe banuesi në Shkodër se shtetësia SM 71 vjeçe banuesi në Shkodër ka bllokuar rrugën nëpërmjet të cilës hyn në banesën e saj. Specialistë për hetimin e krimeve të Komisariatit të Policisë Malësi e Madhe referuan dalë në prokurori ku nisi procedimi penal për shtetasin OH pasimeve gjyqësi ka rrethuar një rrugë në fshatin Stërbeq me pretendimin se është pronë e tij. Materialet procedurale ju referuan prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Shkodër për veprime të mëtejshme.